Është një gocë 27 vjeçare, bëhet i ditur vetëm emri i saj nga Kina, e ka emrin Vu. E çfarë ndodh është që kjo është martuar, filloi jetën normale dhe ka ngelur shtatzan, është fëmia e saj i parë. Çdo gjë ka ecur më së miri gjatë gjithë kohës gjatë shtatzanit. Kush është kjo plaka që shikojmë këtu? Tani pasi ka lindur vajza 27 vjeçare është transformuar dhe duket si një grua 70 vjeçare. Jo, mi s'ka mundsi. Është një gjë shumë e rrallë, mjekët nuk dinë të sqarojnë se pse ndodh apo si mund ndodhi kjo lloj gjëje. Por është një fenomen shumë i rrallë. Është 27 vjeç. Është 27 vjeç dhe pasi ka sjell në jetë fëmijën e saj të parë është transformuar menjëherë dhe duket sikur është një 70 vjeçare. Vetëm nga fytyra, po nga trupi? Nuk e di, por me sa shoh mua më duket sikur është e tëra dhe ka shpjeguar vetë ajo që fillimisht pasi lindjes kam parë fytyrën time që janë shfaqur rrudhat e para dhe menjëherë është transformuar e gjitha. Ka ndodhur brenda pak kohësh, domethënë. Brenda pak kohësh pasi ka sjellë në jetë fëmijën e saj. Pse kjo mund ndodhi kur lindje? Është një fenomen shumë i rrallë. Olta mos u tremb, Olta, se është fenomen shumë i rrallë, Olta, 1 në 1 miliard. Po ku ta di se jam edhe unë një si këto. 1 në 3 miliard, se tash 1 në 1 miliard. Por që nuk dihet arsye sepse ndodh apo shkaku sepse mund ndodhi. Mos jam kishi pastaj edhe, apo. Po shikoj një tmerr, nëse të Olta s'po shikon atë videon me një tmerr të vërtet. Mirë, okay, faleminderit Jeri, është shumë interesante, e frikshme dhe fatkeqësi e vërtet ti je 27 vjeç. Shohësh 27 vjeç para lindjes ishte shumë e bukur. Ka qenë mrekullueshme, nuk e di kush e ka shkaktuar. Baby arzi. Po pra, imagjinoje të ndodhi. Po çat merri për burrin e kësaj. Mirë, okay, se ato janë halle.